الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا أما بعد فالله تبارك وتعالى يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور صدق الله العظيم. Në jemi në surat Fatir në ajetin numër 10, ajetin për të cilën në fillimin e tij, për fillimin e tij gjej folëm disa fjalë, kurse na sot do ta vazhdojmë komentin e këtij ajeti edhe me ajetet me radhë. Allahu jalla jalaluhu wa jalla sha'nuhu ka thonë men kana yuridu al-'izza falillahi al-'izzatu jami'a. Kush ka dëshirë në këtë botë, këto janë fjalë të gjejtë. Kush ka dëshirë në këtë botë me qeni lartë, me qeni naltë, me qeni ngritur, me qeni madh, burimi i madhërijës është vetëm të Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanuh, edhe kush e lip atë ndë një burim tjetër veç Allahu Gjelle Gjelaluhu, Allahu e mposhtë. Do të thotë, nuk ka mundësi me pas shpresë se dikush prej neve do tjeti madh me një rrugë tjetër jashtë rrugës Allahu Gjelle Gjelaluhu. Nuk ka mundësi me pas shpresë se dikush prej neve do ta ketë një emën të dashur të Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanuh, do ta posedon një cilësi prej cilësive të larta, aja të e lip në burimin me një burim jashtë Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanuh. Lartësia xhamatin nderuar nuk është inat. Lartësia, madhëria e jote nuk është inati jot, me të cilin ti don me shku për petë. Madhëria e jote nuk është rishfeti jot me të cilin ti do me shku për petë. Madhëria jote nuk është atje ku ti e ul kokën para njeriut, edhe për ta kap për shembull një post prej posteve, për ta kap një detyr prej detyrave, për ta kap një laps prej lapsave, ja ul kokën dikuj. Në atë nuk ka madhëri, atje është mposhtja e njeriut, ati njeriu mposhtët. Kurse madhëria është të ti, nëse ti je muttaqi, nëse se ti e ke mbështet vetën te Allahu Gjelle Gjelaluhu me të gjitha gjanat që i posedon, prej vetëvetiuse dhe pasurinë tonë me gjithë vladët. Madhëria është atje ku njerëzit nuk kërkojnë që tërkun madhëri përveç madhërisë Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanuh. I madhash ai i cili veç Allahu Gjelle Gjelaluhu as kuj prej njerëzve, as ligjit kuj prej ligjeve nuk i nënshtrohet. I madh është vetëm ai i cili i nënshtrohet ligjit Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanuh dhe kërkuj që tërkuj. I madh ai që madhënien nuk e lip rrugëve. I madh është ai i cili madhërie nuk e lip prej personave. Për shkak këtu, pse, për çfarë shkaku? Nuk lip, kemi thonë, nuk lip si prej lipsit. Kjo është e dersave të kaluara. Nuk lip si prej lipsit. Ai që prej njerëzve lip qetri ta ngrit ta ban të madh, e ka gabu adresën. E ka gabu adresën për shkak se edhe ai që po don me ta afru diçka për me të bë të madh, edhe aja i vogël, edhe aja lips. Po e kthehemi për përsëritim një ngjarje prej ngjarjeve ditore, kur pasha një vezir prej vezirave dolin xhoeti me shokët e vet. Në kthim nga xhoetia ai takoi një njeri jashtë fshatit, jashtë qytetit Bjeshk, i cili e kishte prej pasurisë një çadër dhe një cep. Pasi që pat interesim ta shef gjendjen edhe t'i ban di punë në një rrugë, ai e futi dorën te çadra edhe nxjerri zotin e shtëpisë jashtë. Pas selamit, i zoti i shtëpisë kishen bujari i madh, pa njoft mysafir xhuetie, i futi në çadër. Mas një kohë ja u kthej një tërves, një sofër me mish. E pyeti veziri, tha, mirë që e pruni këtë mish këtu, nuk pa më gjonë rreth teje që ke diçka për kësi sofre. Tha, na patëm një cep, ja u prem musafirve. Na patëm një cep, e prem për juve sot. Sa pra ditën e xumo, për ta jap një letër dilter të nagje, inshallah me izin e Zotit do të ndihmojmë pak. Pasha i kish bo hazër me i dhonë një sen prej pareve, prej lirave me një qese. Mirë, po kur arriti ki, a ishte të falë namazin e sunetit fundit ditën e xumo, edhe masi e kish falat, i kish grejt durët, po thoi ka Allahumma atina wala tahrimna, o Zot na jep edhe mos na ban mahrum.
mos në ndalot mirat e tuva. E papi për mas dur për petë, Allah Allah, s'ka, unë qenë ka i dobet, unë pa nga gabu adresën, ka marrë me lip të kiki, ka nga drejtu për i lip ka që tërkuj, tha kam gabu, e pa nga gabu adresën, po shkoj tha në shpiteme, pra po i lipi ati që i ki po i lip ka, a i lip si lipsit, njoni ka artë të dera jote, ka lip mil, thesin me mil, prap këthimit në derë qetri ka artë dhe ma pak mil, i këmara për ati, atë shko të dera, a i ku ka lip, atë shko a gjemrena ku ka shumë, që ka i lipti ati, a i sa e murë një tërplotit i pja lipa. Këtu ku shanë këtu? Këtu amë poshtja, madhëria kua, kush do me qeni madhë. Madhëria është mbështetja absolute, të ajgja është absolut. Ben kane juridu l'izza, falillahi l'izzetu gjemija. Ilejhi jasadu l'kelimu t'tajib. Fjalët e tua, është fjala për lutje që i banë. Adresën e kanë të Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu, në qovë se qatë adresë javë gabon, edhe li prej ministrave me të matë madhë, li prej krije qitetit me të matë madhë, li prej krije shtetit me të matë madhë, li prej njerëzve që kanë resoret maja me të konsideru të madhë, li prej ative me të adhonë një post që me atë post dukësh se je i gjallë, atëherë ke gabu trash, për shkak se fjalët e tua, dëshirat e tua i ke shkrujt në adresën e gabuar. Allahu Gjelle Gjelalu ka thonë ilejhi jasadu l'kelimu t'tajib, të Allahu Gjelle Gjelalu thirjet edhe lutjet e juve mrin. Ilejhi jasad l'kelimu t'tajib wal amelu salihu jërfau, kurse nuk keni mundësi në asë një mënirë me ju arrit lutjet e juve të Allahu Gjelle Gjelalu në qovë se punt nuk i keni të mira. Nuk ka lutje pa pun, nuk ka lutje pa pun, nuk guzon njani prej neve me ngrejt durët me lutë Allahun Gjelle Gjelalu për një bereqet shka nuk e ka mel nërë, nuk guzon qika me ngrejt durët me lutë Allahun Gjelle Gjelalu për të ntenet e shoqeve qka i kanë bojë, kjo si ka bo Allahu Gjelle Gjelalu të ntenet nuk ndreq, ajo duhet me i fut durët në krabës vetë, ajo duhet me nejt në bita, ajo duhet me nejt në ojat e vetë sa Allahu Gjelle Gjelalu nuk qëndis, nuk guzon nana edhe motra edhe kunota me li prej Allahu Gjelle Gjelalu me jazon brumin sabale, ajo të vetë duhet me i fut durët në brum, mirë pa ajo thot zët i dashur letësoma, bane let edhe bane mirë, ilejhi jasadu l'kelimu t'tajib, lutja e punëtorit mërin të Allahu Gjelle Gjelalu vë Gjelle Shanu, ama e ngren qëtër kush e ngren? E ngren për pjetë punë e jote e mirë. Këta Allahu Gjelle Gjelalu e ka spjegu me një ajet zuret Ibrahim në Kurani Kerim ku ka thonë alam tara kejfa darab Allahu methelen kelimetan tajiba, a shifni o njerëz sa Allahu Gjelle Gjelalu e rrit edhe zgjeron, e ban të madhe, e ban të fritshme fjallën e mirë, njëjtë sukur që ka rrit e madhron edhe zgjeron e ban të fritshme punën e mirë. Në të njëjtën, sigur që ka rritë zjaron edhe bandë fritshme, pëmën e mirë, një njeri e mjellë një pëmë të vogël, edhe ujit ata ditë për dite, javë mas jave, verë mas vere, rritët deri sa t'ja mbulon u borrin. Do të thot, ajo që ato dega që i ka në borrin tanë sot, pëma 25 vjeqare, a i kish ato dega ditë kër e ke mjellë? Jo nuk i kish. Fjale e mirë, të cilën e fletin me gjlisë, fjallën e mirë, të cilën e fletin treg, fjallën e mirë, të cilën e fletin gjami, ajo të parandit është vetëm një flet, ajo të parandit është vetëm një trup, kur e morin gjëmatijot, kur e morin popullijot, edhe me atë fjallë, hecin për para, jamsojnë qetrit njeri pas njeriu, jamsojnë qetrit fjallë pas fjallë, antar pas antarin familje, një person pas personin shoqri, ajo fjallë e bukur e ka, atëherë hec, pra njeri mas njeri, person pas personi, grup mas grupe, shoqri mas shoqrije, deri sa të bëhet një pemë e cila ronjët i kanë tokë degat në qilë. Allahu Gjelle Gjelalu vë Gjelle Shanu kështu ka thonë, faruha asluha sabitun wa faruha fis sama, ka thonë i ka ronjët thellë dikun të mjelluna, kurse degat i kanë qilë. Do të thotë fjale e mire folën për pak ko duke e bajt njerëzit prej një vendin qetrin në gjithë. Për atë shkak gjëmatin ndëruar angazhou që kur ta folësh fjallën tjetë e mirë, për shkak se
kja jetë vazhdon, masi ta krije kështu bukur, për fjallën e thonu në vashë mirë, vazhdon tani të poshtë për fjallën e keqë, thot, wa mathalu kalimatin khabitha, ka shajaratin khabithatin ijtusat, min fawqil ardi ma laha min qarar. Thot fjallë e keqë, kur folët edhe ajo prap rritët, njeri pas njeriu, person pas personi, guh pas guhe, shoq pas shoqi, shoqri pas shoqrije, deri kur shkon kështu dhe rritet, deri sa të bëhet si ajo pema. E ka për qëllim, e ka përdor fjalën pem, e ka për qëllim fjalën therr. Xhamatin ndershëm, jam do therra në fush. Unë mendoj se nuk ka njeri, Sherlia si di këto punë kullaj, a i shka arrit në Kairo ti bene dit që isha gruni, kemi taku njerëz në Kairo nuk e din me dalu grunin për Elbit, shti ka zonë, ka zonë edhe në Katon me pas, si ka dal, du të ketë shumë në avmëri. A i nuk e din me da monin për therës, se din, Sherlia i veç di me blenë pazara dhe u kri. Kemi ndëgju se një prej Sherlive ka thonë gjiza bon në pemë. Kështu ka thonë një, e kanë vetë, qish bënë gjiza, i kanë thonë e shkunin, pëmë, shkunin, e qarshafin, poshtë e mledhin, e qesin pazar. Qështu anë culli sherit, s'kish kam i bënë, qështu ash? Edhe tin ka thonë, si di do punë shka bënë a gjenë sherë. Në regull, më të shkojmë gatë. Thërë janë do therra në fush, me të cilët kej përjetime tua, kur të mte, kur ti tregojnë e të mtekët. Janë do therra të bardha, rritën në formën e pëmës në fush. Ju thojmë na therra magari. Qka e keqe kejt atia kanë lonë. Qka e keqe kejt atia kanë lonë. Interesant. Therra magari. Rritët me, kur thatë bëhet e bardh, me trup, me dega, me therra e bardh bëhet. Në formën e pëmës rritët. Qiket e ka Allahu gjelle gjeleru për qëllim. Edhe kur ta përdora i, kur tregoj e ti e fjala keqe e jotja që e ke folë, qka do me thonë? E përmenë që ke therë, thot binë. Edhe rritët, edhe ma vonë thot, kur thot ash, atë që pa shpirt, atë që pa qëndrushme, një frim e thënë në fund për mi tokë. Kur ta theje për mi tokë që ati e merë me veti, se ajo së në qëndronë mo, e merë me veti, edhe e keni pa ju në megjë të u bajt, pe jarës, në qëtërënar të e që frima, e tonë edhe një megjë shka ka kurumlia, ashe mushme me qasi plët. Që kjo është fjala jote nëse ti e folë të keqe. Ma i smrami nalët me një vend ti kus ki qef mu nalë. Ma i smrami nalët me një vend ti kus ka as një vler edhe ku nuk përdorët për kur gjon. Vetëm për një gjon përdorët. Vetëm për një gjon përdorët. Që bani me vend, a i gjali vogël me hajvan, i mledh prej gardhët që ato e nis një zarë. Se janë thata, kalën shpejt. E nis një zarë. I shkel me kom ato njëna për mi qetërën mirë, edhe të një javë qëtë do rema, ative javë shti zjarin me tonë zejat. Vesh për qata, vesh me gjik, fjala keqe vesh zjarë kallë, që të rësen zban. Ajo ndë zjarin. Këto janë shembuj kuranor. Këto janë shembuj të pamohushëm, këto shembuj të mugjizëve të kurani kerimit së një mohon, as kush së një shkel. Fjala e mirë, është fjala Allahu Gjelle Gjelaluhu tha si pema, e cila mbush botë, rasluha e thebit zemrën, fjallën, ranjët i katë mjellën a me një vend, e unë kur thash me një vend nuk e teka se ku. Fjala e mirë i ka ranjët mjellën a në zemrë. Innal kalama la fil fuadi, wa innama gjuila lisanu ala l fuadi delila. Fjala, bazën ke ka fjala. Fjala e ka bazën zemrë. Ka dela jo prej zemre, në përmet gjuhës, ka thonë innel kalame la fil fuadi, fjala në zemre ka shpijen, wa innema gjuila lisanu ala l fuadi delila, është bo gjuha argument mjet për me kalzush ka kënë zemër. Janë do njerës, kur e kanë njet me të grejth mirë, janë do njerës kur të bisedojnë me gozhda. Janë do njerëz kur të shkojnë dhomë me nejti i morin leksionët me veti. Edhe ato, deri sa të bëhet neja, si mos shpojnë dikan, ato e konsiderojnë sa e not ka shku poshtë. Që kit tip i njerëzve, ka njëherë kur të shpojnë mirë, deri në atë momentin kur ti halas ke reagu, rinë mrëllë.
Kur të reagojsh ti, buzqeshën, thojnë e pata për hoka. Se pata me zemër. Ndëgjoni burrat nderuar, ndëgjoni rini e dashur. Nuk mos ju mashtroj fakti. Nuk ka fjalë e cila nuk e ka bazën zemër. Ne nuk kemi ndëgjuar në argumentet e fesë se do fjalë kanë venin në zemër e do fjalë kanë venin në gojë. Thojnë do piçutu e pata. S'ka piçutu. S'ka piçutu. Të gjitha fjalët e kanë venin në zemër. Të gjitha fjalët burojnë prej zemre. E mira edhe e keqja e ka venin në zemër, kurse gjua është mjet telefon në përmet të cilit dalin fjalë prej zemrës. Pra mos ju mashtroj fakti. Kush të giligicet a di se të ka giligic me zemër. Prej zemrës. Kush të bojet keqen e ka bo prej zemrës për shkak se në zemër e ka mjelun të keqen. Edhe ati duhet me i bo mirë. Si pas islamit duhet me i bo mirë. Me ta duhet mu sjell mirë. Që ta gjëmoti e di sa shka dojnë me vetë, dojnë sa herë. Këtu i kanë mend gjëmoti dojnë sa herë. Hiq panal. Gjithmonë. Na kemi një tërin 3 herë. Qfar 3 herë? Ku është aja jetë? Ku është aja hadis 3 herë me i bo mirë ati shatë boje keqë? Në cëllin vene kemi lezu në ata? Ata se kemi lezu kur koniq? Jo 3 herë. Pandër pre. Se ti e ke bërsh gjithmonë me koni mirë, a i kur s'ka mundësi me të bo mirë se a i s'ka të mira. Kush të ka thonë ti e se ti veç 3 herë ki drejta mu boj mirë, të në mu boj i kesh tanina. Kush po 3 herë janë pak, 3 ditë ka një herë, ti veç 3 ditë po do me nejti mirë, të në tane po do mu boj dhe ti si aj. Ti e besimtar, ti e musliman, ti nuk je si aj, ti nuk je si i keqi, a i s'ka të mira, a i... Hajrë, po e ndrojmë, po e qesmi që tërkonë. Njoni e pa një gjarë për në krizë, e pa një gjarë për në krizë se po dënë maca me hongë, se maca i ka fshën gjarë për një shumë ketë shumë ashpër, zate ato prej maca së më kështoj. E shpëtoj i pa zonë gjarë për një me dorë. Janë gjiti me dorë e murë më prejnë një vetë dorës, edhe shkoj me ten. Në rrugë sa u largu me një vena e ka që në gishtin e dorës. Ta po mirë be ti, që shipatëm na, ma betët. Sa unë ti të shpëtova, po thash, ti keve të shkudha pra janë miku të tanë. Unë të shpëtova, ti mbone helaq mbone. Sa, shqo, ti je njeri, cilësit e tua janë me ndihmu edhe me shpëtu shpirta. A unë jam gjarë, po unë s'di që dërsen përveç se me kaqë. Unë tha ti e bane punën tone, e unë e bana punën teme. Ti e bane punën tone se ti je njeri, ti je me zemër, ti ke din, kurse unë di veç me kaq. Pra, prej gjarpmit më sprit me të maru sheqerpare, o burr, a i ka helëm ngoj, a i ka helëm ngoj, a i sa her ta ape gojën është gati me të bo helaq. Njeriu nuk ka gjarpën, njeriu është makhluk, krijesa Allahu Gjelle Gjelalu e cila ka ardhë në këtë botë për shpëtimin e qetrit, ka ardhë në këtë botë për ngritjen e qetrit, ka ardhë në këtë botë me fol vetëm fjallën e mirë, edhe ka ardhë në këtë botë me ba punën vetëm të mirë, edhe për shkak se aja është i interesum, fjalla ati edhe lutja ati dhe puna ati të Allahu mu registru, ama kusht e ka. Ka thonë i lejhi jasadu l'kelimu të tajib, të unë arrin fjalla juve, lutja juve e mirë, ama ngren puna. Jo s'ka pa punë. Me siguri se keni dëshirën me argumentu me një ajet në Kurani Kerim, një vepër prej veprave e cila është në shesh veç para juve kur t'ja teke ajetin ju më teket. Ibrahim a.s. me birin e vetë Ismailin, kur e ka ndërtu qabën gjëmatin dëruar, e ka bo qabën mirë, ashtu që që ka porosit Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelle Shanu, masi e ka kri e ka bo tavaf, mas tavafit, ju ka selu kolla qatë tavafin që e bojmë na, ju ka selu kolla, edhe ti kur e marën shpijen, majtë smrami, kur janën ka pa këta gjenash, shdrip një eshtri ma thot hajde, për hajrit koft, shka ban ti majtë smrami? I selësh një haru kolla, i selësh me pash, ku e la i keq, ku mës ladën i mongut diçka helbet, se ti ki jemi adhon parët, halasja ki adhon parët, mës për gjondën i bëhone, edhe mrejna hini ari i bet diz, edhe majtë smrami për shëndetësh edhe ja jap hakun e ati, a i shkon ti e bo me shpi. Ibrahim a.s. ja ka maru Allahu Gjelle Gjelalu shtëpin, edhe ka kri kejt zoti që shdon, si ma mirë, ju ka selu kolla një herë edhe ka thonë,
Allahu në Kurani Kerim, Rasulullah a.s. mas mija viteve, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh yarfa'u Ibrahimu l-kawaide min al-bejti wa Ismailu, Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'u l-alim. E thonë Ibrahim me gjallin janë ngrejti qabës shtilat, ja maroj murnat, e boni Zoti që ishdo në ashtu, masi e krev, dhe më thonë punën e bon, puna u bon, masi e krev, i ngrejti dur, tha, Rabbana taqabbal minna, Zot i dashur pranonaj. Kjo lutje shkon të Allahu Gjelle Gjelalu, se e ka një punë të bome, qabën e ka bo, të në lutët. Na kur lutemi? A masi ta bojmë namazin a para se t'him namaz? Na lutemi mas namazit, do me thonë e kemi bo një punë, kemi drejta mu lutë. Na kur ta nojmë sofrën niftar, a para se t'reja da ule e bojmë doa, në tonë e ngopemi, apo një are qalamitemi të hongër pas taj doa. Cëllën e bojmë ma i spari? Ma i smrami lutemi, ma i smrami lutemi. E mjellarën një are rafshon e banë për merak të ne e lutë Allahun, a sefte e lutë Zotin të ne janis me livru. Cëllën e banë? I banë një are punët, e pasta e lutë Allahun Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu. E thonë, i lejhi jesadu l'kelimu t'ajibu, wal amelu salihu jërfau, të Allahu pranon lutjet e juve. Ama punë duhet me pas. Punë duhet me pas, jo lutje. E dhe thamë një ditë ndokët se lutje do anë di pjesë, të gjitha pranon vetëm ato shka si kanë kushtët e të nëtësume. Edhe faktikisht cëllët lutje nuk pranon të Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu, nuk pranon lutjet të cilët janë të adresuar a keq. Pranon, runa zot, po do shfar doaja bojnë, me ja pranu Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu, ju nuk jesh edhe une edhe nuk jesh, moti kjo bot kish marë fund. Do shfar lutje bojnë, po edhe qatimi ja pranu shka thot Allah, thaja qafën filonita. Edhe qatimi ja pranua, a me ja pranua Allahu Gjelle Gjelalu ati shka ju thot, o zot, kalja shpijen me gjithë roba. Edhe qatimi ja pranua. A me ja pranu lutjen që ati shka thot Allah e faroft. A qatë lutje me pranua? Jo, këto lutje, elhamdulillah, që si pranon Zoti, se moti ja ka një zinja Allah e faroft, këta e faroft ata, i shkri kjo punë, moti mu konë. Si shmina dhe ti këtu në këtë vend shti, Allahu Gjelle Gjelalu këto gjona nuk i merë parasysh. Këto nuk i merë, alhamdulillah që nuk i merë parasysh. A i cëllët lutje i pranon? A i pranon lutjet të cilët i bashkan gjitët punë e mirë. Ka arë një njerit Ibn Abbasi, edhe një Ibn Abbas, allimni shejën të stegjebu da'wati. Ta më thëmë dishka të më pranohet lutja të Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu. Ibn Abbas i tha, rruga si dush me të pranu lutja të Allahu a shumë shkurt. Tha urna, tha atib lukmetek të stegjab da'wetuk. Tha haje kafshatën halal të pranohet lutja të Allahu. A qko, një orë mësimi u bon. Mbaroj ora mësimit, rej zilja për pushim. Ha ka fshatën e bukus halal të pranohet lutja të Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu. Rasulullah ka dhe dhakara rajulan yutilu safar ash'ath akbar yamuddu yadayhi ila as-sama. E ka përmend një njeri çkim, të parlank, të plunosur, udhëtari, gat, kam dath, edhe durt për peti ka ngrejt, ki me dvetën se ja muë, ja kuj. I raskapitën rrug, në udhgat, kam dath, i shkin, i plunosur, i unët. Po zët, yutilu safar, jakun Rabbana, Allahumma stajib li, zët pranoma, tha Rasulullah a.s. Mat'amuhu haram, qka ka hongër se ka të vetën. Wa melbesuhu haram, atë që ka vesh se ka të vetën. Wa me gzehu haram, a me ate që janë ngopë s'ka e këti. Enna just të gjebu leh, qish ngrejat lutja këti, qish e pranon Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu. Nuk pranohen për langtët, nuk pranohet lutje të cilët dalin prej ambientit të ndotur, pranohen vetëm ato të cilët dalin prej ambientit të pastër. Walladhina yamkuruna as-sayyi'at, walladhina yamkuruna as-sayyi'at lahum 'adhabun shadid. E kundërta e kësaj, tha Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu, ato të cilët në këtë botë formojnë, në këtë botë kontribojnë, në këtë botë hartojnë intriga, kontribojnë për intriga, janë intrigash, edhe hartojnë intriga tjerve. Na i thojmë katunar që fjallës intrig, që shi thojmë fjallës intrig në katon? Ta morin vesh pleqët ku e din shka intriga?
Intrig në katun i thojnë me tanu në rëskoncën. A disa katun edhe me tanu sëpkën. Në skoncës i thojnë gramatik modern intrig. Edhe do në dit hecin edhe punojnë për që ketë punë. Kejtë jetën e kanë intrig. Qishme në nështru ata, qishme në nëshmu ata, qishme shdrip këtë, qishme devalvu njonin, qishme aprish personalitetin, qishme nalë të mas, qishme ngujnju, qishme pengu, qishme burgos, qishme amor autoritetin, qishme amor letë njoftimin, qishme ashpërthi kërën, e ku s'mujtë, kur gjo me bota ka gjithë veshverën, këtë kur gjo s'ka po gjithë një ventil, kur gjo s'po du mujtë, kur të vish baram mundosh, mirë, ti edhe me siguri s'ki e pumpë në kërë, 100% po e di që s'ki, midis di qiteteve të kalon, temperatura minus 20, ti je me gjehenemin të urështisa e të bo të arsëm. Intrigash, kjo bota e mbushur me smundje, edhe me të smut, e mbushur me smundje, edhe me të smut, du me pas shumë kujdes, ik prej të kshijave, afrov vetëm ka ajo që ka është mirë, ka dhërru lëdhine e mkurune se jetë, le u madhebun shedid, për ato ka azab, denim ka të madhë nesër, ato prej sotit janë denim. Ato prej sotit janë dënim. E dini pse janë dënim o burra? Janë dënim për shkak se intrigashi kur së ne arriti intrigën e vetë smut. Gjithë natën së në flan rahat për shkak se nja ka nuk komën dikuj. Gjithë natën së në flan rahat. Asa azab kja, asa dënima, as ka fillu pi këtu dënimit e aja, kurse do njerëz të cilët e kanë zemrën e madhe, ato që zemra ative zen shumë të kshia, i zen të kshia të kejt umetit, kur të bere me flet flenë si kingjëra, dimletor rata, dimletor gjumë i ka, kejt stajin shaka në shtrat e ka gjumë, kur qohët me nxes ja fillon punës i freskët, dimletor kejt stajin punë, lumiki s'ka në këtë botë ma mirë, s'ka në këtë botë ma knarësi, aja s'punën se ne ka bo si kushi. E dini se ka njerëz o burra që se ne ka arrimi avu komën diku ja ka hongër maqina dorën? E po të folë me shoqin e vetë që se ne arrita a gje ka fut dorën a gje të sharrat. Ja ka hongër sharrën, ja ka hongër maqina dorën, tu i ka lëzu shoqin se ne arrita. Ta hanë, edhe kryen ta hanë, ta kishe nërmen. Edhe kryen ta hanë maqina në qovë se shkon në bazat e kësaj jetet kalp kështu. Kurse të rafshët, kurse ato zemër mëdhajt, kurse ato shka janë musliman, ato të imanit, ato të besimit, ato se kanë për qeder. Ato kur të hungjën me pushun fush verës në arën e vetë, për 10 minuta e mushin akumulatorin e vetë sa 20 orë njerës, se pushojnë rahat, pushojnë rafshë. Që ato shka janë intrigash, që ato shka nuk ju zë vend të realizojnë keqen, pushojnë në kam. Ka punu 10 orë, pushimin në kam, së në hungjët, sa të hungjët qohët. I thojmë na, vend se zë, pushon në kam. Këta janë prej këtu në azab, prej këtu janë në gjehennem. Për qatë Allah i ka thonë, lehum adhabun shedid, të në këthia ka thonë fund të ajetit, wa makru ulaika huwa jabur, e thonë intriga e këtive vetë me gjithë këto bëhat helaqë, s'ka pështim. Me fjallë qira, së ne qesin në fund, kote kanë, në skajnë së ne qesin për shkak se këto zastek i pret Allahu gjelle gjelaluhu vë gjelle shanu. Ka orë njoni, i ka thonë Rasulullah s.a.s. Ja Rasulallah, tha kujshia jem për mdamton, ka thonë isbir ala gjerik, bani sabër kujshijes, ka thonë kujshia jem për mdamton, ka thonë bani sabër kujshijes, ka shku, ka orë mas një kohë, ka thonë ja Rasulallah, une po vuj prej kujshijes tem, tha isbir ala gjerik, tha bani sabër kujshijes, shkaj, bani sabër kujshijes, për shkak se në islam nuk ashtë regull, nuk je i mirë kujshijes se si ban keq, se në lavdrojë kur kush prej neve, unë jam i mirë kujshijes tem keq nuk i baj, salas ka ardha këti mu lavdru, po kur mo, unë si mos baj keq, jo, kur ta bajsh të keqen e kujshijes, qatëherë e nëzë, jo kujshijes unë si baj keq jam i mirë, të keqen e ati kur ta durojsh, qatëherë je i mirë e nëzë, sa hetë shko bani kujshijes sabër. Erdhë një herë
ishmu shterin ma jetë hunës, tha ja Rasul Allah, ku ishia jem ma është ma i padurushëm, tha ju farrikul mautu bejnekuma. Gjevap për nga merit, kishe kujdes, mere me vetë këta, nënvizoje, shkruje në mindil, tha ju farrikul mautu bejnekuma, tha ju dalë vdekja. Në mëngjes kish deka e rifit nesër, e kush jetë ta da letra në bander me gjithë fotografi, 4 pulla, 4 susta në bander selam. Kishtë thonë njoni, unë jam qaqiron, kur gjesë sa zullum kam bo, teta si putet gosht dhe asaj letrë së duni mjanu se së mba. Në saba, në botën selam alikum, Rasulullah a.s. a i kur të fole gjemot, kur të thoje hoxha, ka thonë Allahu gjelle gjelaluhu ve gjelle shanu, në dhikja veshin me dorë lirisht ngraje sa të mujsh gjanoje për të shka po del. Grek ishtin lajmëron të lindinje, grek ishtin lajmëron të lënfeje, një njeri për këtë din në shka po e spjegojmë sot, s'ka me shka me lidh për i darës vetë tojën e qarapit. Njoni a qunë kom Kumanov, mas 100 vetëve, edhe një gjami i këti qitetit kalp me ashtu, me above një gjami me një minore me një vend, për shkak se pa gjami ka vend, 800 shpi janë hefë Kumanov për janës këshilit, 14 morë ka parë janë mledhë. 800 shpi kanë mledhë 14 morë. Nën vetë të to, me 10 gjami janë një qitet, nën vetë 480 morë ki kanë dhënë për gjami në re. Nën burra, Kumanov zare Zoti Gjelle Gjelaluhu me të vërtet e pas ka nem këtë vend. Zare Allahu Gjelle Gjelaluhu e pas ka malku këtë vend për një me. Njoni pu qokan këtë vend, pu lezoj ka imrin, pa hargjoj ka lezu mbi liber, pu doj kanë me shkatë i populli këti refi me mura piklëqe edhe me travti edhe me iftiraja, me piftane, me shkatru. Zare ki popull kanë eduku me shkatru njerëz, jo me ngri. Zare ki popull kanë i angazhu me shkatru objekte fetare, jo me rrit. Allah, 800 shpi, 18.000 mark me maru gjami, venin me paguj. Kumanov, musliman, sot musliman, që ato shka njoni është gati 10.000 mark me dhonë, 20.000 mark me dhonë për një kanal televizorit, apo për një radiostacion, apo për një gazet, apo për një shoqat kemi njeri, me emën e njofi, për një shoqat ka dhonë 12.000 mark ka pare. Kua jo shoqat sot? Ku janë ato burra shka një mojnë Bukaranë sot? Ku janë ato të cilët me thanë neve se pejgamberi ka lind grue? Ku janë ato njerëz shka thanë se mos ka dhe një herë as ka lind në kalumët, as sot, as nuk lind në Albori, as i njeri? Ku është ai njeri edhe ato shka mendojshin kështu? Ku janë ato shka i dhanë 10.000 mark pare për një shoqate cila imrin e ka pas vesh 6 muaj këtë dunjo? Gjami toka a blenë Kumanov, bazar apo 165.000 mark. Apo bazar për gjami, ku janë mashkit, ku janë domacinat. A për navike hamëll neve me ndëgju se një grue për këtë tin kur s'ka pasë në familjen e vetë, me shka me lidhë tojën e anxhikit, e ka hejk kolonin prej midisit vetë, prej punit postonit vetë, e ka da për gjims, e ka lidhë grikën babës vetë edhe zotrijës për një ullë 470 kilometra në kom me morë në shkratin. Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka qurë, Gjibrili ka thënë shko kalzoj kësaj gruës se në gjennet ja kam pregatit ditë altonit. Dhatun një takaim. Që botin dërshë. Nuk bot qef vetë vetëm këtu. Nuk i bot qef vetë vetëm. Kemi shku në haqë. Kemi pa një gjami prej gjamiave me si $2 bilion. Projekti edhe realizimi ka kushtu $2 bilion. Jo milion, bilion. Këtë e shpia, luje bilion letër, qira që sa zero mas dishit gjatë. Këshirë seri veç këshirë seri. Në e dishin edhe bane bilion të mas, këshirë seri. $, Amerikë, një gjami. E mira, po, halkit me bo. Qert me bo, na veç me shku me këshirë, me metë edhe Panama. Qert me bo. Për dit kemi bo men, edhe jemi të bo men për dit. Një dit për dit me meriton gjëmatit tonë. Nga t'ju që ketë haqë, a gjë dhe që t'ketë, a gjë shumë interesant.
A jeni zel? A keni bota vafu kolla xhamis ju këtu në katon me pasiri? A keni bota vafu kolla xhamis të dalin me pahallet shiko? U kolla minorën. Kolla kemi pa pa shumë korak. Për ato tona që ka pëndërtojmë, ja ka lëk. Për të shpijes privat që ka i kemi, ja ka lëk. Për të Allahu Gjelle Gjelalu u korak. Një me korak, Allah e shto. Një me korak, korak i malë shumë. Ma koraki, nuk e ka kap toka koraki. Gabi me ka. Tokën koraki se ka pak, se ka kap. Koraki i malë, fati malë. I ka kap shpirtat e tonë ma shumë se shka ka kap tokën tonë. Shpirtat e tonë, i ka kap të tepër. Po që ato zbutën, po që ato u itën për një me. Më një herë që të realizohet. Men, sot mazdite. Edhe e lusë me Allah në Gjelle Gjelalu, si tokat e tona, sot mazdite t'i zbutë para nesrit, insha Allah. O zot, për hirt Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, për hirt librit tan të shenjtë, për hirt ibadetit që po ta bojnë muslimanët, mos i harro prej rahmetit tan. Po Allah jon, për hirt ative kafshëve të egra të cilët agjen mal, ato fe breshka të cilët kemi dal pak, sa kemi mujt me hes, një ka shore një sahat nal, naftin këto 5 sahatët e fundit sive të ditave, e kemi pas se ato janë praptu në shpin, e breshka ben shpin veç kur s'ka shi o zot, jepi pra. Zbriti o Allah sot para se të vene mrami. Se kejt mo e kanë niket problem. Ati e Allah i gjithësirë. Ti e ki rahmetin e madh. Ti e ki mëshirën e madhe. Ti gjuna qarvi ju jep. Ati me shka bojnë të mira po se po. Ne po e pranojmë se jemi. Ana pra me rahmetit ta në Allah i jonë. S'na jep, amini juva i vogël, amini juva i kalt, amini juva shumë i dobët. Edhe ju, une kam drejta këtu për kurtis me thonë se jam hoq. I ka tunit këtu nga derdhin njerës për këta. Këtë kurti, na lutmi Allahu Gjelle Gjelalu, ju edhe këshirni, edhe asë njo kur gjo, biles të meni për këtë punë. Aja amini ju shka e bani me buzë, aj kur gjosa, aj fshiret me guma si në ven më njëherë. Harroni këto zakona, gjemo. Preskonu pak, thuj, amin. Qështu thuj, amin. Ka, e ditë se soj me, o njëherë moti ju kam kalzu, e ditë se soni ju amin, e ditë se soni me zemër. A që kalzoj ata se soni? Se kur dilni për jashtë, a i shoqin nga të hikin muslimoni, a pave sa vikat. Që kjo pengon të na, mërë dhash kush na pengen, kur kush hiqit e na pengen, kur kush i zdoj mëra amin, Allah i Gjelle Gjelalu ka qep, besimtarin me një të thonë amin, me zonë, amin fjallë të me thonë, o zot pranoj, o Allah të me ka bu, qështu e ka kuptim. Ka thonë, urës janë të fjallë të njët, Rasulullah i ka thonë hadith, idha sa'altumullaha fa'azimul mas'ala, qështu ka thonë hadith. Kur ti lipni Allahu Gjelle Gjelalu, lipni me sinceritet. Ka thonë lipni me sinceritet, lipni me kambulje. Qëtë një atë gjosh ka pe lipni, lipnja me emër, o zot, po ta duhet që këtë dëmë më thonë. Dhe për shkak se s'ka gjosh ka se ka, për qatë, për shkak se s'ka gjosh ka se ka, lësa asaj s'ka gjosh ka s'ka mundësime të avonë, tipe. Seke me emër, trashe, rrite, bane të modhen, kur ta japet modhe, knosh. Ama thuj, presko pak, thuj, amin, o zot, pranoj e thuj, po Allah bane ka bu. Jo më, rrej pra, rrej të qështu. Edhe ato bere gjithë qka, edhe ato rrinë qështu, ketë për rrinë qështu. Nuk ka islami jo, nuk ka kështu. Në vëllat që një fjale folin ka thonë njerëzit. Nuk ka islami jo, islami nuk ka din i njerëzve të pahat. Islami nuk ka din i njerëzve të kadalshëm. Dini jo nuk ka din i ative njerëzve të rrës, i ative njerëzve të partavela. Nuk ka din partavela vëti. Kjo a din zotëri, të rrës të vetë, antarë të vetë, zotëri i tonë. Qa të me thonë zotëri? I veshëm mira? Jo. Zotëri të me thonë zemër nën. Zotëri të me thonë i artimum shumë. Zotëri të me thonë i titër shumë. Zotëri të me thonë i vogël para madhënijës Allahu Gjelle Gjelalu shumë. Zotëri të me thonë i madhë para anmizve të Allahu Gjelle Gjelalu shumë. Që kjera zotëri? Zotëri, Muhammed Mustafa, që zotëri ashtë ka të me thonë? Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam në gjret, ka dalë prej Mekkës, shkon, Allahu Akbar, walillahi l'hamd, Allahu Akbar, walillahi l'hamd, me Abu Bakrin, la ilaha illa Allah, wallahu Akbar, walillahi l'hamd, për u këtë ditë, në shkratin, veç vetë, i ndjekun, i mërzitun, e lanën familjen, lanë parën, lanë pasunien, lanë gratë, lanë e vlatët, qka ka më sfine, prej Mekkës për Medinën në shkratin, Allahu Akbar, walillahi l'hamd, Allahu Akbar, walillahi l'hamd. Hudi, anë nisë për ma, Suraka, me kali, si t'i zis gjallës e të dekun i qindeve i kije. Suraka,
a i kalorti më i madh arab i kejt kohave, mas me kali mas. Me kali mas me i zonë, jatë qalë, jatë sekur, me i prun me këtë mas, 100 deve dhurata ka në konë, në atë kohë. Sa mirë, 100 deve dhurata. Nga, ma i sprabi, teri të pejgamberi alayhi sallam, pak pa mëri, kali drejtë në zalë, me gjithë kome, me barke, me krije, me kejtë në zalë. Dhe ja Muhammed, shpëtëm, lutna, si të më shpëtoj shune mo. Zët, Allah, khallis Surakët e mimma hua fi. O Zët, ndërë Surakën prej asaj shka më ta. Kali, nën, edhe Surakën kali, të krarë shumë, që pëtë Allah. Të krarë shumë, e patë poshtrin gjisha? Pra më së që disni, kur të jafanit dikuj një të mirë, po toj njerëzit a japet më apan me s'keqe më kësaj. Më së që disni, Rasulullah, zotëria jëtë, ka bojë me hoqë që lutje zotë të mikin vetë me nëzirë prej të lakën, a i klapë kali o gjumë për si të krarë. A i keqë, a daj ma i keqë, aja sa boli i keqë, ndreki i keqë, ma dreki i keqë, ma darki i keqë, aja daj ma i keqë. Edhe një herë të krarë, aja Soraka, ndëgjë mirë, kalin zalë të rinë barkë, ndëgjë mirë shka më të foli. Tha, shka me ndonë ti, nesër, me i veshti dorzat, edhe halkat, edhe tajin e mretit Persisë. Një ikon, me një shkratin e t'huve, me një shoq zahim, veç vetë ku ik, familjen e vetë e kalon, mollin e kalon, krati kalon, pasunin e kalon, i ikon, i përzanën, i raskapitur, i rejon, tajin, edhe halkat e mretit Persisë pja jetë njonit të dije. A kalon kokjo, këzat, sa si të këthajsh të ma, edhe më zdilsh më në luft me liftu, sa këto i japunit. Ka këti Soraka, ka darë për 100 deve. E një halke e mretit Persisë që ja ka bajta në dorë, një bilizik hu, i ban 1000 deve, me ka tigunga. Ka darë mas 100 deve, me sa po këthajnë të mas, do të thotë, kjo shka e ka kuptimi. Mos në ndëgjoni këta si njari, o gjëmot, shardaj me kali, e ju me paramendu kër i ka batis kalin. Kër nuk ka vokit kali me za. Kër ka do anaj këti për langë, unë s'jam të spjegu kësi gjona, unë s'jam kësi hoqe, unë jam qëtër kalibri. Dhe së 155 mm, haupit. Kini kujtes, nuk jam të spjegu këtë gjona si për paqëtore këso. Shka ka kuptimin kjo atu? Do me thonë, si ta sulmojsh islamin, i merë 100 deve. Si ta sulmojsh islamin, i merë 100 deve. Sot dikush, dil vraje më dhe Jakubin, 100.000 marka. Për shembol, po thomë. Dil vraje pejgamberit, dil 100.000 marka. A i merë, dil vraje, tanë, një flok, tamam. Ja thonë, si ta sulmojsh islamin, i merë 100 deve. Ama si të tërhekësh, si ta nderojsh, si ta respektojsh, i merë halkat e mretit Persisë. Një unozë ati në gjithë 1000 deve i bërë. Elman, diamant, jakut, mërgjen, prej punit detit. Një kokë të shpive bolla. Kanë kalu ditët, Rasulullah s.a.s. E ka vazhdu jetën për Medine. E ka vazhdu rrugën për Medine me Abu Bakrin krah për kraj. Kanë mëri me një vend, me një fak katuni, ku një grua e plak, e kishte një dele në borë, a burri vete ka pas emnin Abu Mahbet, pa qku mi rujt dhem. Një dele plak, e cila nuk shkon të mon bilik, sa i fa kufi, e pas, ta Rasulullah s.a.s. mojno, a në jetë qatë dele ta mi. Ta o burra, me respekt plaka, i dini jo respektin e plakave të edhe të veçare, ta o burra, o bite mi, ta kjo me konë që ka tomël, ta kishte shku me ato që rëzhet, kjo zdel pi u borë, ja halas me shifnja. Ta, si a në jetë lejen në ta mel. Ta urdhori, do shkatë du një bani, unë shka kam punë. Rasulullah s.a.s. Njonja prej 60.000 mrekullive të ati ka qenë edhe kjo, e ka limun këtë dele prej të vesh, e teri për shpinë, teri të bishti, ta, shko berenë, shka i kiti shpi. Pro një ka mullë plët me tomë, ta, kia lojnë edhe një e të shpi, ta pini, tha ju, edhe ato pini, edhe ju pini edhe snive, edhe kujqive, tha, shka kini hip një tomën, na po e vazhdoj mullën. Kanë vazhdu. Mas një kohë kanë ardha në pisë me kuvaj. Dhe këtë plaka. A i bave t'i vetë, ju dini që kanë këto, të të vitin. Si video e du shëme këta mu. Kur të vetë si insan po, vetë t'ja i vatë.
A I pa një t'i vetë? Ja, nuk kam pa gjoha. Nuk kam pa gjoha. Tha, une jam këtu mëti, ama i mrami njeri që ka kalu ka shpia jonë, i ka 3 mu. Tha, une nuk kam pa gjoha. 3 mu i ka. Unë alën ato tha, ajo tha ushtrije, 3 mu. Tha, i ka dalë që 3 mu ditë për shpije. Tha, 3 mu. Tha, kjo po folë për unë. Eme për në duesh ka dalë që 3 mu ditë për mëke. Jo që 3 mu. Ja, 3 mu i ka, kanë këti prap. E ndëgjove që s'paguhet? Ha? Niko si i tomëll, një krush tomëll e ja? Islamin e pështon. E sulmon islamit, i merë 100 deve. E adhuron, e ton, e përkra, largohesh prej të lasheve, nuk e sulmon, i merë 400. E shka do të mire 400 a thu? Ka Rasullullah në Medine, e ka përmu shtetin, e ka po bazat islame, e ka nu hiqimetin e vetë, mas 6 vetve, mas 6 mujve, e ka po luftën e parë, mujnë 31, e ka po luftën e dit, Ramazan mujnë Shaban, në vitin e 5 e ka majtë luftën e 3 mëve, ka majtë luftën e Endekit, apo luftë e Motës, apo luftë e Tebukit, apo luftë e Hajberit, janë po luftë, 73 lufta, 28 ka morë pjesë vetë, qërin 36 qërat i ka organizu, kurse qërat qërin 73 i ka organizu shokë, në 8 vetë e merë ushtrien e vetë, edhe njësët Muhammed Mustafa a.s. me shku në Mekka, me shku në vend lindje, me shku me ju kaldu ative shka kanë përdonë, se nuk ashtë që po mendoni ju. Nuk a ju që po mendoni, ndrisha në puna. Abdi, اذهب واعمل ما تريد فلا يكون إلا ما أريد. Porëm, punë është kartush, asë kartush, lëdhë sa të dush, nuk bëhet që të rësen përveç se Allah ka thuj. Me që atima i s'pravi bëhet. Ka arë me ushtri, kejt fiset me veti, do këtë të një 40 disa mi vet me veti, një ushtri e mëdhe kur ka arë nga të Mekkës, i ka thonë shok me vet, rathoni Mekkën, rathoni kodrat kejt. 40.000 vetë, këtë ka vëzarmat i kalë. 400.000 drita notën. Kure ka pa e Abu Sufjanin se shka ndodhi, tha, me një shështë vetin, tha, inna ibn akhika hadha lehu sha'nun azim. Tha, la kibale lana njome bi. Tha, kana thote jonja. Ti thas për rika kasi, lishon e tijen Mekka. I ka urdhnu zotria ushtrin e vetë, fise me flamura. Të cëlli fis flamurin e vetë, kjo si shti. Së shtu duhet me kam flamurin edhe u krimo. Lej hala, mira me pas një kom një flamur, duhet me pas, ka problem. Ama hala pa liri ka në islam. Të cëlli fis flamurin e vetë, këllja modhe vëllë. Që ki fis që ka emnin, me një hersin. Leja flamurin vetë. Haj, kur dale me liftu. Në flamurin e fisit vetë, ma të lajt, njës dhe to si din këtë punë. Shka do me thonë. Kujtojnë se një flamur e bashkon kompit, edhe me pas në flamur e më njëherë për qani. Jo, së kështu. Njerës të tonë edukarë në islame nuk e di. Njerës të tonë shëftit e këti dini si dina, këti dini kam shëftit e mdoja shumë. Aj bajrak i madhi i kejve, asha i kejve mo, aj dijet. Ama si të li fis, duhet me pas bajrakin e vetë. Se t'ka liri, nër fisin, nër hien e bajrakit fisit, më me vullnet des për balë me atë qetrit, se shka des nër hien e ati bajrakin, ndoshta nuk i pëlqen se thot ai për shembull, si këtë bajrak që më kanë nu për kejt, gjuhën teme, ka pak përzime me dikan për jashtë. Ku me dit njerëzit që studiojnë gjona, ku me dit do lexojnë ma shumë, do e morin punën havëll, që limiti, veç punë që zdofër, edhe a do thoi jo, në të shiri shka aki bezi, qfar bezi aki? Jo, me këtë beze ka filan shteti flamurin, se du. Dhe me thonë, se do, se, në ratan. Qëtëri zot jo, vëllë, bezi sa të mungu, pun pengon, gjira pun pengon. Që e apisi fisët për ata. Qëtëri thot, jo, në gjira e mirë, kjo lulja mrena. Nuk pun pengon. Nuk disët. 3 vetë shkunde, pro, nuk 3 vetë zdullet. A kur ta ketë bajrakin e fisit, kur ta ketë bajrakin të cilin aje ka vendos vetë çfarë me qeni ati, kejtë të bajrakat e vegjën në atë modit, e bojnë mirë. Rasulullah s.a.s. Për atë shkak ka shku me këti një politik, të thëmë si kush bajrakin e vetë. Kur kanë hinë Mekka, janë i fisa shlu prej një luginës. Qëtëri fesa shlu prej një luginës tjetër, qëtëri fes prej luginës tjetër, edhe kanë hinë Mekka. Kejt ato puta 360 disa, i kanë shkatru kejt, që shetin musliman të historinë e kësa njarjet modhe shumë, kur i hullë gjak si kanë rrëllë, kur kush nuk ka vra, kur kush nuk ka pre, kejt njerëzit i kanë rejnë durët, i kanë prit vazit e vetë, vetëm se ka pas një problem shumë të madhë këto, problem me të cilën janë balafaqu anë miqët e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ato të cilët e patën për zonë, i patën nu durët, njonin
njërën dorë ka një njësi, njërën ka një njësi, asu ushtish ka në banë ki. E dim që i kimi bo, asu ush ka në banë shti ki neve. Edhe e pytën, e Abu Sufjani e pytën, ja Muhammed, madha ente fa'ilun bina l'jaum, pas para hapi do të mirë është i për neve sot. Kanë prit kur thoje, tutba nisaukum, wa tuktal rijalukum. Ka prit kur që thoje si, gratë e juve kejt jesirë, burat kejt nërtajnë e shpatën. Kështu kanë prit ato. Se ative me ju pasarë në kom, që shtu e bajshi. Fa, la aqulu lakum illa kama qala li ikhwanihi akhi Yusuf, idhhabu fa antum at-tulaqa la tasriba lakum al-yawm. Sa unë nuk ju thon kur gjë tjetër për vetë, çka ju ka thonë Yusufi vllaznive vet. Ngjarjen e Yusufit Ramazan e keni këtë qartë. Kur gjë tjetër sen për vetë, çka ju ka thonë Yusufi vllaznive vet. Ha shkoni ti mu jeni të lirë. Ka zemër pejgamberi, ka zemër muslimani, mas kejt tive ngushtoqeve, ai më zbrabi çka musliman as gati me thon, ha, ti mu fale ki. Ska gaj, vaj, ska, se ti mu e ki e fal. Vdekja e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. 23 muaj e 9 ditë e Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, 28 muaj e 11 ditë as di Umari khalife. Në kohën e as di Umarit ngrehen shpatat, edhe ngrehen dituria, vullneti, për me hap këtë din, në lindje edhe në perëndim. Kësaj dunjohë, a shkak më i madh për ndrimin e kësaj historie ka qenë hijrati Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Janë gjiki me buk me toje të lidhur në krije, devja e Abu Bakrit, pregaditja Aishës bukër, dalja Muhammed Mustafa prej shpije, 470 km udhë, e kjo është ajo shka e ka ndru historisë dhe e shkumja në strangut në honë, kur gjas ka ndru prej historisë. As një gjo, as pak, as shumë ka kontribu ndrimin e rrotullimit historisë saj bote. E shkumja e Magellanit, Arabët jeni të bindu 1.000.000% se me Magellanin nuk janë zbulu kontinentët. As me Vasco da Gama, as Cristoforo Colombo nuk i ka zbulu kontinentët. Këto më shumë se dini vetë para vitit 494 kanë qenë zbulume. Voti vash tregtarët i dinë këto punë të Arabëve. Pëllë që di, kur njerëzit shkruajnë kësi fjalë libra, e thullë me sheku i mësojt se Vasco da Gama e ka zbulu filan kontinentin para në herë. Pëllë e habije madhe shumë. Kjo as pak ka me realitetit boje për shkak se tregtarët Arabë qishë shekullin e dit ka nërë Durrës, qishë shekullin e dit ka nërë Tivar, qishë shekullin e dit ka nërë Dubrovnik, qishë para herës ka shkuna të kontinente që po mendoj njerëzit se s'ka qenë kurkush, nuk ka që vërtet se s'ka qenë kurkush as pak, ana rota e historisë që po shtuhet, që ashtu dhe përlezot, ullësim i cili ka ndryshu në histori, ullësim i cili ka dhonë fatje historisë botës ndryshe, i cili ka dhonë një ndryshim historik, një rrotullim historik 3800 shkallë, ku bota del me këtë ullëtim prej terë në dritë, ku bota del prej pashkencës në shkencë, prej patiturijës në dituri, ka qenë ullëtimi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam prej Mekës Medine, e mazimot vetëve në kohën e Omerit. Omeri i organizon ushtrit, jona ushtria ati ka mrinë për te Kaukazit, mas lumit se i hunë, qetra ushtria ati ka arrit prigjit e Sponjës, e qetra ushtria ati ka mrinë punin e Sudanit, edhe në mesin e brinit Afrikan, qetra ushtria ati ka kalu brigjet e perëndimit Kinës, në këtë kohë, kur çdo kush prej çdo vendi sjell pasuni, edhe pasunosh shteti Islam hapët 20.000 kilometra katror, Omeri i mledh shokët e vetë Medine, a i thë priti absolut i këti shteti kaq madh, i mledh me avza pasunien e ushtrijës të cilët e kishin dërgu prej Persijës, po e pushtu në Romën, Persijën edhe Romën, edhe tri perandori më të mëdhoja, ato 4 burra që nisën prej shtije me dal vetë, me një anxhik buke, me ushtrijën e vetë, arritën që ta urdzojnë Persijën, ta urdzojnë perandorinë e Persijës, vritën ta rënojnë perandorinë e Romës, ta rënojnë edhe perandorinë e tretë, e cila ishte në Afrikë në hinën e Gjashit, breti etiopian. Omeri i mledhi ushtrijën e vetë, dhe të këshin pru pasuninë e mretit, edhe halkat, edhe tajin, edhe halkat e mretit Persijës i këshin pru në Medine, kështë rasti një vjetë dinastia Persijone, para 15.000 ushtarve, që mos musliman, Omeri në binën e vetë, e thiri ejnë e Suraka, sa ku është ai i cili Muhammedit i gjret i ka nga mas për 100 deve, në të mlajmërot,
u ngrit Suraka, tha ja unë jam këto të hetë tip ka, e ka marrë Umer radiallahu ta'ala anhu, tagjin e mretit Persisë me dorën e vetë, ja i ka thonë Surakës, atë ka premtu dikush dhe njëherë diçka, tha Muhammed a.s. Nikin e ti në shkretin ka thonë kur e kam sulmu, se tagjin edhe halkat edhe unatët e mretit Persisë, me gjithë dorë dhe të kam me mesmue, Umer i sa zgati të urdurno, premtimin shka ta ka bo zotria në shkretin, ja unë sot për ta dërzoj. Pra a ishte të ikë, ama a kejtë pasunien shka se kësaj bote dhe të botës tjetër me veti e kishtë. Kë e kishtë me veti? E kishtë në ketë libër me veti. Kush e ka këta me veti, i ka tuti dunjohat me veti. Ketë edhe tjetërën. Kush e ka këti këti shpinën, kejtë diamantën e ditë në dunjohat afronja, a janë si varpën. Pasi se shpirtnisht a si varpën, a i jeton me një jetë shumë të ngusht, a i jeton me një joborë shumë të vogël, a kush është musliman, kush e ka iman, kush ka besim, kush ngat ma iman ka edhe mas shkollimit e arsimit edhe librit edhe vizorës edhe trakonqit edhe drasës zez edhe mësusit vetë, ngat se ka të shkel, a i shkel edhe ki këpusët ja shkel, a i nuk jeton a jeton shumë qatë, a e ka jetën e madhe shumë. Rasulullah s.a.s. dhe sini ati, sinimi ati që ki ka qenë pra shkak edhe janë kor, ato fitore që janë kor, ato kontribuën për qështu na me udubun të shpijat Allahu Gjelle Gjelalu, a na nuk jemi gati me ndërtu, jo me mbajtu, me ndërtu nuk jemi gati me e vazhdu hala tanena, për shkak të kërshimeve mëdhoja shka i kemi bat, duke me ndu se edhe qështu na që shemi ban, jo, qështu na që shemi nuk ban, qështu na që shemi nuk ban, ne duhet me u këti tonës, faktikisht duhet me u këti tonës me kejt cilësit, vetëm ajo shka nashe jonja për kome në ban të mën, kejt këput se që e dhe shari kemi ma, ja kemi shkel, kemi zonë këtu, jana i kanë vra komën. Ja i kemi shkel se të moja, jana i kanë vra komën se të vogën. Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu e Lusë. Që neve sot para mramjes, o zot, shi në arat e tona, edhe në kodrat e tona, për bereqetet e tona plaqon, edhe për hajvat e tona, ja rabë për armi. O zot, gjuna qarë, robët e tu, se në sot bojnë, në dhe dit gjuna, mës në arro me gjithë gjuna e barabar, o zot. Majtë pari një herë, shka kini bo kuzure, prej asaj gjumohet, deri të kësho, falna jo Allah jo, si ke mundësim në i falë. E neve në banë prej ative që pen këtë gjumohet qëtër, në më pak gabojmë se shka kemi gabutin në këtë gjumohet. O Allah jo, që ato jëllnime shka i kemi me zveti, që ato fe forcime, që ato fe kips në zemër që nga ka zbrit prej dretit, dhe e banë mundësi me rahmetin tanë të ujitit, e të kulloje e pike prej zemrave tonë aj, në të këthemi në normalën tonë, njofim ti e zot, absolut njofim ti e zikrius, edhe të shërbejnë, ma mirë se sa jemi të shërbi për shkak të niveli i shërbimit edhe robnijës tonë ndaj tije, ashtë bo shumë i vogël Allah jonë. O zot, po të lutemi që femnat e tonë ti të ndihmojsh edhe të ndihmojsh ato namuzin e vetë edhe perdën e vetë të kthejt, e namuzin të mbrojnë edhe nderin tonë edhe të vetin, o zot i jonë. Nivona që vajzat e tonë ato treja, mos kontribojnë njëna qendrës për shkatrimin e moralit, se populli thojnë deri sa i popull ka moral, a shkoj morali, shkoj ai popull me te, edhe mo nuk konsiderohet me tokë, o Allah, mos në denoshin së shka i ke denu to popull para Muhammed s.a.s. Kësi denime mos në zbrit, neve në këtë bot me fuqit, hujat mos në tot, largoj e tutër prej neve, banat kreative që jetojnë, të lirë në këtë bot edhe të knaqën, edhe kur të desim, piksa i dunjohe, kur të dalmi banat kreative që më të prami, e mbyllin këtë bot me la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, desmi që kemi jetu, kemi mund gjallë që kemi vdek, lillahi fatiha.